Figura e femrës është parë gjithmonë komplementare në jetën e përditshme, ndoshta sepse vetë natyra i krijoi të tilla, që një të brishta, të buta dhe me një komunikim perfekt. Jo të pakta janë rastet kur femrat kanë treguar se din të jenë mjaft të afta edhe në ato profesione meshkujsh. Arta Shurpi është një prej këtyre femrave, të guximshme, të forta dhe që drejtojnë në policinë e shtetit prej kaq shumë vitesh. Vitet e fundit po shohim një numër gjithnjë në rritje të figurës së femrës në policinë e shtetit, e veçmas në rrugët e kryeqytetit. Ndoshta ju vetëm e keni parë bjonde simpatike, ose dhe ju ka ndaluar ndonjëherë, por ja cila është karriera e Artës në policinë e shtetit. Kam një karrierë pune për 14 vitesh. Fillimet e mia të para kanë qenë në Mirdit, nga aty ku unë kam aplikuar për shkollën e policisë, aty kam filluar dhe punë. Mbas një viti në Mirdit jam kthyer në Tiranë dhe vazhdoj punën në Komisariatin e Policisë Rrugore Tiranë. Të gjithë jemi kurioz të dimë se si është një ditë e një policie. Ja çfarë na tregon Arta. E lodhur, shumë e lodhshme. Zgjohem herët që në orën 5:30-6 të mëngjesit dhe flej në orën 12 natës. Merrem me punën, pas punës merrem me punët e shtëpisë, pasi jam dhe një zonjë shtëpie. Dhe shumë e ngarkuar. Të themi të drejtën, është ditë mjaft e ngarkuar për mua. Emra në polici është një imazh, është një butësi, është një qytetari, ka shumë brenda femrës, ka shumë për të parë dhe për mua femra sidomos në të gjitha sektorët e policisë, por policia rrugore ka nevojë shumë për femra. 14 vite në një profesion nuk janë pak, aq më tepër kur dim se puna e një polici është intensive dhe kërkon angazhim. Por është e lehtë për një femër të përshtatet në këtë profesion maskullor dhe si është e Arta figurën e femrës në polici? Nuk është e lehtë, sidomos në vendet me mentalitet ballkanas, edhe ne jemi pjesë e këtij mentaliteti, por unë jam dalë me sukses dhe jam e lumtur për këtë pjesë. Të jesh një femër në polici është në vërtet një sfidë me veten, një sfidë me komunitetin, një sfidë me sjelljen e njerëzve, shumë sfidë. Domethënë përbëhen prej shumë sfidash. Por nëse atë e merr me shumë pasion, gjithçka kalohet. Në gjithë karrierën e saj, cili ka qenë momenti më i bukur dhe momenti më i sikletshëm për Artën? Kam shumë momente të bukura dhe t'i them të gjitha i bie që unë kam kaluar shumë mirë në polici. Policia ka edhe të mira, ka edhe probleme, por ka momente shumë të bukura dhe nuk di këtë të cilësoj më të veçantën prej tyre. E dim që jeni përzgjedhur dhe imazhi i Shqipërisë në Eurovision vitin e kaluar. Çfarë thot për ty kjo? Në Eurovision, kënga në Eurovision përfaqësoi edhe nga videoklipi përbëhej edhe nga 5 femra, në të cilat ishte edhe një femër e policisë. Ato u përzgjodha unë dhe ndoqa live në Austri. Ishte një moment të vërtet shumë i bukur. Të përfaqësosh policinë shqiptare në Eurovision. Ishte një eveniment ndërkombëtar dhe ishte diçka shumë e bukur e veçantë. Po momentin më të vështirë në gjithë këto vite karrierë? Ka momente të vështira, aksidentet me pasojë, ngjarjet janë momente shumë të vështira. Që nuk dua t'i kujtoj momente vështira, përderisa ka momente aq të bukura dhe më mirë mbaj momente bukura. I është dashur të punoj në çdo lloj orari dhe kushti atmosferik, por sa e lehtë është kjo për Artën dhe si e ka ndërtuar ajo marrëdhënien me kolegët? Shumë e vështirë, nuk është e lehtë. Të punosh në mëngjes ku temperaturat janë në minus në dimër dhe në verë dihet që temperaturat shkojnë edhe 40-45 gradë. Është me vërtet shumë e vështirë, por që fakti që unë kam vite që punoj në këtë institucion, në këtë komisariat, do thotë që natyra ime sportive mbase dëshira për punë i ka kaluar këto pengesa. Marrëdhëniet e mia me kolegë janë shumë të mira. Tani unë jam specialiste dhe kam të bëj me një grup kolegësh. Kam komunikim shumë të mirë me ta dhe ndjej mirë përderisa ndjej respektin reciprok të tyre. Ke gjetur një klim bashkëpunues? Absolutisht po. Nëse nuk je bashkëpunues në një kolektiv, edhe puna nuk ecën. Bashkëpunimi është gjëja më kryesore në marrëdhënie me njëri tjetrin.
Një profesion mashkullor normalisht kërkon një femër të fortë dhe që mund të përballojë lehtë ngarkesën. A ka ndryshuar Arta diçka nga vetja për hir të këtij profesioni? Jo, unë jam Arta si kam qenë në moshën 15 vjeçare, 18 vjeçare, 28 dhe sot që nuk tregohet mosha, por që në këtë moshë që jam dhe me 15 vite pune, jam po ajo Artë që kam filluar ditën e parë të punës. Aktive, punoj energjike, nuk më bën përshtypje fare terreni, kuptohet mase nga natyra që kam. Ose edhe punën, ka dhe punë që të mërzitet. Mua akoma nuk më është mërzitur puna. Dhe kjo është normalisht shumë pozitive. Arta ndihet e lumtur dhe krenare për familjen e saj të shëndosh, për djalin e saj të vetëm, por nëse do të kishte një vajzë, a do t'ja rekomandonte këtë profesion? Po, absolutisht po. Dhe do isha e lumtur që do ishte në gjurmët e mia, po të kisha një gocë. Mbase për djalin nuk e kisha shumë dëshirë, po për vajzën po, do isha shumë e lumtur. Fati më i madh i imi është që unë kam vetëm një djalë 18 vjeçar dhe jam e lumtur për këtë që gjithë dashuria ime nuk ndahet për askënd vetëm për djalin tim, që normalisht është pika ime e dobët. Arta Shurbi është modeli i një femre të hekurt që vën rresht çdo drejtues mjeti, e korrektësia e së cilës të imponon respekt. Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible,